referendumet në Republikën e Shqipërisë. Ju jeni në djeni të faktit që në Shqipëri kushtetuta përcakton se si mbahen referendumet dhe po ashtu se si përmes referendumit mund të miratohen dhe amendamentet e kushtetutës. Por sot jemi këtu para jush, pikërisht për t'i dhënë udhë këtij procesi. Do të jetë një proces i gjerë dhe i gjatë. Në kuptimin spari do të përpara se këtë draft që ne kemi sot këtu ta depozitojmë në kuvend për të nisur procedurat legislative, ato do t'ja nënshtrojmë një procesi të gjerë konsultimi. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, prandaj jam këtu bashkë me nënkryetarin, do të zhvilloj disa tryeza të mëdha konsultative me jurist, me profesoratin, student, me shoqërinë civile, me qëllimin e mirë që të shkojmë në një draft, një projekt të konsoliduar mirë, i cili edhe pasi të hyjë në procedurën e kuvendit, dhe aty do të jetë një proces i gjerë konsultativ. Tani, disa vlerësime paraprake, përpara se të çelim edhe serinë e pyetjeve që ju keni me interes, ku do kërkoja në fillim të fokusohemi tek çështjet që lidhen me referendumin dhe nevojën pse Shqipëria ka nevojë për një ligj për referendumet dhe pastaj edhe natyrshëm edhe për ndonjë pyetje tjetër. Dashur qytetar shqiptar, referendumi përcaktohet si forma ushtrimit të drejt për drejt të sovranitetit të popullit nëpërmjet votimit për një çështje apo një ligj caktuar, dhe këtu i referohen parashikimeve që ka kushtetuta. Dhe kushtetuta ka përmendur dy lëndë për të cilat populli mund të thirrhet në referendum. Referendumi thirrhet për të votuar dhe vendosur mbi një ligj ose mbi një çështje të veçantë. Dhe referendumi për një çështje është gjithmonë një referendum konsultativ. Referendum konsultativ ose këshillmor është një votim popullor i cili kërkon mendimin e qytetarëve për një çështje të një natyre specifike. Ai shërben si mjet për të matur opinionin publik përpara marrjes së vendimeve të rëndësishme politike. Referendumi konsultativ i përgjithshëm bëhet për çështje që kërkojnë një zgjedhje ligjore nga kuvendi në rastin fjalë, kurse referendumi konsultativ vendos të bëhet edhe për çështje, zgjedhja e të cilave është në dorë të vendimarrjes edhe të organeve të pushtetit vendor. Qeveria nga ana e saj mund të thërrasë një referendum të tillë për të kuptuar qëndrimin e vetë popullit përpara se të ndërmarrë nisma për ndryshimin e një ligji të rëndësisë veçantë, ose të ratifikojë edhe një marrëveshje ndërkombëtare. Në çdo rast, referendumi konsultativ nuk është detyrues, që do thotë kjo formë referendumi kërkon nga pas përgjegjshmërinë e klasës politike që ta dëgjojë zërin e qytetarëve për të reflektuar në ligj vullnetin e popullit. Dhe këtu duhet sqaroj një element, për shembull, çdo lloj ndryshimi kushtetues